Sot gazeta jo ma largë se sot, gazeta Bota sot, përmes një personi se s'du mja tho emrin, po që është përgjithësi e redaksis, thot shpiuni Serb Hashim Thaçi. A ja merr mendja dikuj në këtë botë, a ka dikush në njeri normal, që beson që Hashim Thaçi na herë ka qenë shpion i Serbisë. Njeriu dënum 15 vjet burg nga gjykatat serbe, njeriu që ta ka bën luftën, njeriu që ta ka udhëheqë Rambujin, ta ka shpoll pavarësinë, tash po del që edhe pavarësinë në pas ka shpoll Serbia. Sot e ki shkrem në botën sot. E kjo më fal, kjo është për te çdo limiti njerëzor. A ja bojnë mirë Hashim Thaçi te kadrise këtyne? Fort ja u bojnë mirë. Pse ja u bojnë mirë din pyetja? Pasha tokë e pasha qill, veç s'kum post pushtet. Unë tisha kon veç në gjysën e pozitës tyne, krejt në Dubrovnik kështë po qëta. Ka 20 vjetë borg. A ke shkruti që unë e kum vro Ahmet Krasniqin po? Hajde dokumentoje? Jo, ata lujën e nonën që i ty në Dubrov e denoj rafsh 20 vjetë. Kush tani të kemi... Qka të kemi? Kusht kemi me dilingji, me këta zorrat e trosha me posin në akuzoj neve, edhe na i përdhosin edhe familjar tonë të vrom në luft, e na përdhosin luftën, e u qykën... Edhe juve ju kanë akuzuar për rasin e Ahmet Krasniqit? Po qështë më kanë akuzumëre, po ti e ke pos shkrimin njoni i Stogut, shkrim ka pos në gazetën Kosova sot, thot që Adem Jashori ka qenë hajni traktorava, e dindi këtë punë. Së pa brajgore, asë do shtë ato atë psikopat me që 20 vjetë në burga,